Lidhja e paligjshme instaluar në sistemin e furnizimit me ujë në Gostivar, e cila po hetohet në kuadër të rastit për ndotje në ujë të pijshëm, nuk ndodhej në zonat e mbrojtjes sanitare dhe nuk ishte e përfshirë në lejen e vlefshme të lëshuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Drejtoresha e Inspektoratit Ivana Gynovska tha se lidhja ishte instaluar rreth 800 deri në 900 metra larg nga pika e fundit e mbuluar nga leja për sistemin e furnizimit me ujë. За секоја измена која планира да ја направи јавното комунално предпријатие Гоствар или било кое јавно комунално предпријатие, треба првен да поднесе барање до Управата за животна средина, сектор води, тие да го разгледаат тоа и истите да дадат или одобрение или пак одбивање, нели. Затоа што се работи за цевковод кој служи, нели, за вода за пиење, тука треба да станува збор за исклучително санитарни услови. Такво барање ние во Министерството цело време сме координирани, до денес не е пристигнато во Министерството. Ndalimi i përdorimit të ujit nga ujësjellësi i Gostivarit për pirje dhe përgatitje në ushqimit mbetet në fuqi derisa testet laboratorike të konfirmojnë sigurinë e tij, theksoi drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë Oliver Milanov. Ai shpjegoi se vetëm 3 ditë para se të zbulojë se gostivarasit kishin pirë ujë të kontaminuar me fekale, Instituti i Shëndetit Publik në Gostivar kishte dorëzuar raport se uji ishte i sigurt për pije. За да се спречи поголема опасност за населението од овој регион, Агенцијата за храна и ветеринарство веднаш издаде време забрана за употреба на водата за пиење, тоест решение. Во текот на вчерашниот ден активностите беа значително проширени, при што инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство земаат дополнителни мостри и тоа од повеќе места од водоснабдителен систем, вклучително и од јавни установи, градинки, угостителски објекти и други кои ја користат водата од овој водоснабдителен систем за пиње и за подготовка на храна. Ndërsa Ministri i Mjedisit Muhamet Hoxha bëri të ditur se pushteti lokal është linja e parë e përgjegjësisë. Furnizimi me ujë të pijshëm, mirëmbajtja e sistemeve të ujësjellësit, grumbullimi dhe trajtimi i ujrave të zeza janë kompetencë e komunave dhe ndërmarrjeve publike komunale. Pushteti lokal, të nderuar, është linja e parë e përgjegjësisë për funksionimin e sigurt të këtyre sistemeve, si dhe për vendosjen dhe mbrojtjen e zonave sanitare mbrojtëse rreth burimit të ujit. Përndryshe, numri i personave që kërkojnë ndihmë mjekësore për shkak të problemeve me stomakun, diaresë dhe temperaturës në Gostivar ka kaluar mbi 3000 pacient.